Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Zgjerimi drejt Ballkanit Perëndimor, investimi më i rëndësishëm gjeopolitik është apeli i presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa në hyrje të samitit të zgjerimit drejt Ballkanit Perëndimor që mbahet në Tivat të Malit të Zi. Në samit marrin pjesë presidenti francez Emmanuel Macron, kancelari gjerman Friedrich Merz, kryeministri italiane Giorgia Meloni dhe presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, së bashku me drejtuesit e Malit të Zi, Shqipërisë, Bosnjë-Hercegovinës, Kosovës, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë. Në samitin e Malit të Zi, presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen kërkoi që procesi i zgjerimit të mbetet i bazuar tek merita, por kjo nuk do të thotë që ai duhet të jetë ngadalë. Me fjalë të tjera, nëse një vend kandidat realizon reformat e kërkuara, ai duhet të ecë përpara me hapjen dhe mbylljen e kapitujve dhe grupeve të kapitujve në rrugën drejt Bashkimit Evropian, rekomandoi presidenti i Komisionit Evropian. Von der Leyen kujtoi se zgjerimi do të thotë më shumë siguri, më shumë mirëqenie dhe një rol më të madh të Europës në botë. Komisioneri Evropian për zgjerimin Marta Kos në kuadër të samitit të Bashkimit Evropian mbajtur në Tivat konfirmoi se Mali i Zi dhe Shqipëria po kalojnë qartë në fazat e ardhshme të procesit të anëtarësimit. Ka shumë energji pozitive rreth asaj që po bëhet aktualisht dhe pres që kjo të reflektohet gjatë samitit. Sipas ai, shtetet anëtare dhe komisioni vlerësuan se Shqipëria kishte përmbushur kërkesat e ndërmjetme në fushën e sundimit të ligjit. Shqipëria u bë vendi i dytë kandidat pas Malit të Zi që arriti këtë fazë shumë të rëndësishme të procesit të anëtarësimit. Për Maqedoninë e Veriut, Marta Kos deklaroi se Unioni është gati të përfundojë fazën e hapjes së negociatave sapo të zbatojë ndryshimet kushtetuese që vendi ka marrë përsipër. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri i Shqipërisë nga Tivati akuzoi Iranin si të lidhur me protestat në Tiranë përmes luftës hibride që ndërton një narrativ të rem se sipas projektit qëndron një marrëveshje e fshehtë. Kjo narrativ, sipas Edi Ramës, ka fituar shumë terren edhe përmes dizinformimit. Sipas kryeministrit, për resorti nuk ka kërkesa për të diskutuar sepse ende nuk ekziston një projekt i miratuar. Nuk mund të diskutojmë për diçka që nuk ekziston, por që po paraqitet në rrjetet sociale përmes një lufte hibride kundër Shqipërisë dhe narrativave të reme, deklaroi Edi Rama. Sipas tij, regjimi iranian i përfshirë prekohësh në sulme kibernetike kundër Shqipërisë është pjesë e përpjekjeve për të përhapur narrativën se projekti synon sjelljen e palestinezëve nga Gaza në Shqipëri. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Istria Mickoski gjatë samitit të Maltë të Zi u takua me kancelarin gjerman Friedrich Merz dhe me presidentin francez Emmanuel Macron. Sipas Mickoskit, me kancelarin gjerman u diskutua për perspektivën europiane të rajonit, sfidat me cilën përballen vendet e Ballkanit dhe rëndësinë e thellimit të bashkëpunimit dhe integrimit europian. Ndërsa në takimin me Macron ai tha se biseduan për çështje të rëndësishme për të ardhmen e qytetarëve dhe për perspektivat europiane, tema për të cilat po punohet prekohësh. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut theksoi se qëllimi i vendit është ndërtimi i misive, hapja e dyerve për bashkëpunim dhe sigurimi i mirëkuptimit dhe mbështetjes në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić nga samiti BE Ballkani Perëndimor mbajtur në Tivat tha se ka pasur bisedime produktive me Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Ursula von der Leyen dhe Antonio Costa, duke shtuar se pret përparim të Serbisë në rrugën europiane në periudhën e ardhshme. Vučić u shpreh se Serbia mbetet të orientuar drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian dhe se ky është objektivi strategjik i vendit. Për Malin e Zi ai theksoi se njerëzit në Mal të Zi janë motra dhe vëllezërit tanë, ndërsa nënvizoi se nuk ndërhyjnë në zhvillimet e brendshme politike në Podgoricë. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.